Është interesant që gjitha partitë, të përfshi edhe parti tjera parlamentare, zgjidhjen edhe fatin e tyre politike kërkojnë të LDK-ja. Por kur flasim për pushtetin, atëherë flasin me egon e fituesit, ose të një fituesi simbolik i cili mund të dirigjoj zgjedhjen e organeve të reja, formimin e institucioneve të reja, siç është Kuvendi edhe Qeveria e Republikës së Kosovës. Liga Demokratike e Kosovës është i vetmi subjekt politik parlamentar që ka dhënë qendrim dhe ka dhënë zgjidhje për dalë nga kjo situatë dhe për të mundësuar qytetarëve të vendit, por edhe Kosovës, formimin e institucioneve të reja, institucione që përkojnë me unitetin e kërkuar për shkak të polarizimit dhe ngjarjeve politik që ekziston në Republikën e Kosovës. Ndërsa të tjerët më shumë kanë folur për dëshira ose koncepte që në fundit vetëm vazhdon ngjarje ose vetëm vazhdon thirrja e seanca pa asnjë produkt të vetëm. Fajtori kryesor i kësaj gjendje është lëvizja vetëvendosje, sepse ajo i ka numrat më të mëdha të deputetëve për të ofruar zgjidhje. Ndërsa ata zgjidhen po e kërkojnë qoftë me joshje, qoftë me gjëra tjera, por nuk janë të interesuar për ndonjë marrëveshje politike e cila ndihmon Kosovën edhe në zhvillimin tash të dëmtuar ekonomik, por edhe në integrimin e dëmtuar ndërkombëtar edhe euroatlantik. Përmendet joshjen, pikërisht është deklaruar kohëve të fundit që ka pas deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës që janë tentuar të joshen nga partia deri tash në pushtet, a ka pas të tillë nëse jeni kontaktuar edhe ju personalisht? Jo, unë as nuk jam kontaktuar dhe as nuk ta quaj kështu në gjuhën zhargonin popullor, nuk guxon askush të më kontaktoj jashtë subjektit tim politik, sepse votën e kam marrë nga elektorati i LDK-s dhe atij që ndroj besnik. Por këtu i përfaqësojmë interesat e qytetarëve të vendit, jo vetëm të një subjekti politik. Mënyra ndoshta se si është trajtuar kërkesa individuale ndaj deputetëve është e pandershme, është e pamoralshme, sepse këtu përfaqësojmë një subjekt politik, e përfaqësojmë politika edhe program, edhe premtime elektorale nga ato që i kemi proklamuar gjatë fushatës zgjedhore. Për ndryshe, deputetë të tjerë të LDK-s. Unë nuk e di, ka pas disa zëra që ndoshta kështu në mënyrë nuk po them të drejtë për drejtë, por në mënyrë tërthorazi, por më shumë është propagandë nga lëvizja vetëvendosje për të arsyetuar krizën ose për të arsyetuar paaftësinë e tyre, mbi të gjitha për të arsyetuar propagandën se ata i kanë numrat për ta bërë Kuvendin dhe për ta bërë qeverinë. Edhe tendenca për votë të heshtër është arsyetim i dështimit të tyre në vazhdimsi, sepse brenda votës të fshehër mund të fshehen edhe gjëra tjera, të cilat nuk i kontribuojnë as demokracisë, por nuk i kontribuojnë as jetës parlamentare, fundit nuk i kontribuojnë ecëse me të tjeshme. Nëse ka dikush marrëveshje, duhet të jetë marrëveshje publike, marrëveshje tinëzore i takojnë sistemit të së kaluarës. Në logjikën e tyre, nëse këta i takojnë me mendësi sistemit totalitar, monist, ashtu siç ka pas jo rrallë herë në partinë e tyre të lëvizjes vendosje, kjo nuk i përket as LDK-s, po as deputetëve të saj. Vizima AK dhe PDK janë të gatshme të votojnë. Pyetni për LDK, mos e pyetni për. Ka qëndrim, themi kështu kushtimisht kaq ekstrem që nuk voton as. Jo, nuk kem jo kërkoj falje. Nuk po them që është keq përdorim, po ky duhet me qenë vlerësim parimor se LDK-ja ka qëndrim. Domethënë ka qëndrim që ne nuk insistojmë në përzgjedhjen e ndonjë kandidature nga ai që ka të drejtë të propozoj, sepse ai mund të propozoj edhe mua. Dhe nuk mundet askush me kontestu zgjedhjen time ose propozimin ose mandatin ose votën popullore. Por ne insistojmë që të ketë një marrëveshje e cila është marrëveshje e qartë, e cila është marrëveshje publike, e cila është marrëveshje me program, e cila është marrëveshje me pika të cilat e nxjerrin Kosovën nga kriza ekonomike, nga varfëria, e nxjerrin Kosovën dhe bëjnë partner në angazhimin tonë për integrim në strukturat europiane dhe euroatlantike, po jo për të plotësuar egot personale dhe për ta dëmtuar interesin e Kosovës, për mos më pas reforma, qoftë në arsim, shëndetësi e shumë gjëra tjera. LDK-ja edhe një herë po e them me përgjegjësi të plotë, por edhe me krenari politike, sepse jemi të vetmit që kemi ofruar zgjidhje, kemi ofruar platformë politike dhe kemi ofruar ecje të sigurt edhe stabile të institucioneve deri në gjendje të re që janë zgjedhjet e jashtëzakonshme, por të përgatitura mirë nga KQZ dhe institucione tjera. Faleminderit. Faleminderit, respekt.